Ajo që nisi si një protestë mjedisore kundër projektit të Trumpave në Zvërnec është kthyer në një revolt për transparencën, pronësinë, qeverisjen dhe procesin e vendimarrjes. Prej gati 2 javësh, mira qytetarë shqiptarë kanë thënë jo këtij projekti, ndërsa kryeministri e ka shprehur qëndrimin e tij të fundit. Nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë do jem këtu. Shteti deklaron se asnjë marrëveshje nuk është finalizuar dhe se nuk do të cënohet mjedisi. Ky është një projekt privat, për të cilin nuk ka projekt akoma. Megjithatë, kritikët argumentojnë se kjo bie ndesh me atë që ai deklaron pasi kompanitë kishin nisur me përgatitjet e terrenit. Ndërsa për kryeministrin Edi Rama, protestat nuk përfaqësojnë një reagim qytetar, por janë pjesë e një fushate më të gjerë destabilizimi dhe dezinformimi kundër Shqipërisë, ku sipas tij orkestrohet nga aktorë të jashtëm, përfshirë këtu edhe Iranin. We are in a hybrid war. Albania is under attack. Debati ka tërhequr vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare, pa lënë pas edhe institucionet europiane. Komisioni Evropian I ka kërkuar qeverisë të Shqipërisë të respektojë standardet mjedisore dhe të shmangë veprime që mund të bien ndesh me detyrimet e procesit të integrimit. For the chapter 27 on environment and climate change, Albania is expected to align fully with EU legislation in this area, including the Birds and Habitat Directive, and also it needs to terminate the 2015 legislation on strategic investment. Çështja në fakt nuk është temë e freskët. Në mars të 2024, Affinity Partners, kompania e dhënërit të Trumpit Jared Kushner, shpalli projektin me vlerë rreth 4 miliard eurosh. Një investim strategjik që do të shtrihet në 2 fronte, ishulli I Sazanit dhe rajoni Vjosnart. Pikërisht këtu filloi debati, pasi kjo e fundit gëzon statusin zonë mbrojtur me vlera të jashtëzakonshme ekologjike, si edhe shtëpi e flamingove, pelikanëve, shpendëve migrator dhe qindra specieve të tjera të mbrojtura. Shqetësimet nisin me ndryshimet ligjore të zonave të mbrojtura, të miratuara nga Parlamenti Shqiptar, që u hapën rrugën zhvillimeve turistike dhe strukturave akomoduese brenda disa kategorive të zonave të mbrojtura. Fakti që këto ndryshime ligjore dhe shpallja e projektit përkojnë në një periudhë relativisht të afërt kohore, ka ushqyer dyshimet dhe kundërshtimin nëpër publik. Kjo ka qenë edhe një nga kauzat kryesore të lëvizjes paqësore të aktivistëve dhe qytetarëve shqiptar, të cilët kanë bërë thirrje rikthimin e kuadrit të mëparshëm ligjor. Qeveria ndërkohë e quan këtë investim si një hap të madh drejt zhvillimit ekonomik të shtetit, që do të na sigurojë vende pune e të ardhurat të majme. This is blessed for the country. An investment of 4 billion euro in a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself. Narrativës së projektit ju shtuan edhe rrëfime spontane të çiftit Kushner-Trump, që sipas aktivistëve justifikon edhe vizitat e tyre në vend. I was on a vacation after we left government in the summer of 2021. We were on our friend Nat Rothschild's boat, and then about a year later, we started looking at opportunities in the Balkans. And the partner who's leading that effort, I said, you know what, let's go down to Albania. Pikpyetjet e tjera mbi megaprojektin e propozuar në Zvërnec ngren çështjet e pronësisë së tokës dhe kompanitë e përfshira. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur një hetim lidhur me çështjen e Zvërnecit, mes pretendimeve për parregullsi në procedurat që lidhen me truallin dhe statusin e pronësisë së tokës. It is about a private property. It is not about a land that is public and the Albanian government is giving by selling out the country. Një tjetër element që nuk duhet humbur në këtë debat është vendodhja perfekte e ishullit të Sazanit, që ofron qasje të plotë në ngushticën e Otrantos, korridori detar jetik që lidh Adriatikun me Jonin. Prej shekuish ka shërbyer si port tregtare me rëndësi të veçantë mes Europës Perëndimore, Ballkanit dhe Mesdheut Lindor. Ndërsa protestat pritet të vijojnë, ekspertët e mjedisit paralajmërojnë se ndërhyrjet e bëra në emër të turizmit dhe zhvillimit mund të kenë pasoja afatgjata në ekosistem. Megjithse lëvizja I ka tejkaluar kufijnë të një debati mjedisor, një pyetje mbetet ende pa përgjigje. Ato të ndikojë zëri qytetarëve në fatin e këtij projekti.